shkon? Do të shkoj apet, po. Si jo. Më vjen shumë mirë që prap definitivisht ne jemi shumë kështu, ma e dojmë vendindjen, tonë vend ku jena rrit ne e dojmë më shumë, kjo shka shumë rëndësi. Po më thuaj si përfundim, vendas apo mërgjimtarët, kush vozit më mirë? Ma mirë vozitin vendas. Vendasit, pse? Pas mendimit tim. Po. Se janë ma të gjenshëm. Po? Unë jem rrit në Prishtinë, po du më thonë, jam shofer profesionist që 37 vjetë. Po? Një autobusit. Edhe tash po vozitin Gjermani, po u tranova. Këta rrinë trullovën që aty nonet një vend, kolon e shet tjetër në non që është e lirë nuk kënë, e ka drejten me hi. Te na ato, na jem shumë gjinshëm, ha? Unë për dëgjustët që janë kaq real, veç të falenderoj shumë. Unë po të regaj që është, se unë nuk jam bashi herë shumë ka. I vënë shumë jam unë. Po që sa vite je atje? Sa vite je atje? 4 vite. Që 4 vite? Po. Jo, që nga shumë herët në fakt kështu. Jo, që jam herët që 4 vite gati 60 vjet i kam. Po do me thonë që 4 vite ti jeton në Gjermani? Po. Do me thonë nuk është që e gjerat shumë vjetër që jeton atje, 4 vite kur gjës është. Po mënyrën që shpjegove, këta presin kolon. Po s'ka, pret që aty këtu Boris nuk u me i rosit e na, për shembull, se me njerë thot aje normal. Dhët me prit që aty mastina edhe dhët me umër veten. E ka të na është tjetër muhabet, të na e shet lirë, hen, kalon, shkon e krim punën. Këtu po deke njeri edhe që aty po nejshin, s'pi për që vuan kur. Të falenderoj shumë. E s'kanë fajt mërgjimtarët që kur të vinë të na, qmollën, vozitin pak ma, nuk kanë fajt. Mundohë me i ka ta të keshtë që thojmë ne, adhe më knaqë.